Përshëndetëm, i them mirëmëngjes me kënaqësi, Vistar Dilit nga Prishtina në listë politik. Vistar, mirëmëngjes, përshëndes dhe faleminderit që jeni në Report Televizion. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën, kënaqësi. Kënaqësi edhe njëherë, patjetër, ne jemi shumë të interesuar në fakt për zhvillimet përtej kufirit në Kosovë dhe ditë e djeshme në aspektin politik, që ka po e themi një krizë apo një ngërç prej diçka më shumë se edhe një viti e gjysmë, ishte e rëndësishme për një forcë politike siç është LDK-ja, por që më pas mund të ketë ndikim edhe më të gjerë. Çfarë ndodhi në atë kuvendin e jashtëzakonshëm të LDK-s? Abligjiku mbijetoi, por realisht me shumë pak vota diferencë dhe pavarësisht se Abligjiku rikonfirmuar kryetar, mund të themi që ka një përçarje në LDK? Patjetër, po duhet ta filloj nga kjo pjesë e fundit, pjesa e përçarjes, përderisa nuk do të kishte përçarje, nuk do të kishte as kuvend të jashtëzakonshëm për shkarkimin ose vazhdimin e zotit Abligjiku si kryetar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Është definitivisht fatkeqësi ajo që po ndodh përgjithsisht në skenën politike në Kosovë, por mbi të gjitha në partinë më të madhe në Kosovë, partinë historike, Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila tashmë prej vdekjes kryetarit historik Ibrahim Rugova nuk ka arrit të këndjellet, se nuk ka arrit ta ketë një përfaqësues të denjtë, siç ishte ai. Kishim Fatmir Sidiun, Isa Mustafën edhe tash zotin Abligjiku, po të gjithë këta ishin të kontestueshëm brenda partisë. Në kohën e zotit Sidiu kishim shkputjen e madhe nga LDK-ja që përfundoi në LDD. Në kohën e zotit Mustafa kishim një grup të madh individësh të cilët udhëhiqeshin në këtë periudhë nga zoti Abligjiku, që ishin kundër politikave të tij dhe disa të tjerë, dhe sot kemi një grup deputetësh, delegatësh të cilët janë kundër zotit Abligjiku. Duket që interesi i ngushtë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës mbizotron pak më shumë se sa dëshira për ta çuar partinë përpara. Dhe që nga kjo analizë ka mbizotruar gjithmonë, ndoshta është edhe logjike njerëzore në mënyrë si funksionon një parti politike, po ka mbizotruar edhe në të kaluar, nga analiza që u bët. Patjetër që, askush nuk ofrohet me një parti politike, po nëse nuk e ka interesin personal. Kjo është e dijshme, por duhet ta kuptojmë që para interesit personal vjen interesi shtetëror. Shtetëror, po. Interesi shtetëror është në second hand, themi kështu, ose në rangun e dytësor, nuk mund të kemi parti shëndor. Pastaj janë problematika tjera të cilat janë zhvilluar brenda LDK-s, fryrja e cila ka ardhur sidomos kohëve të fundit nga studiet televizive, nga analistë të cilët paguhen me honorare nga partitë, qoftë Lëvizja Vetëvendosje, qoftë Partia Demokratike, dhe kështu erdhi deri te kjo kriza e LDK-s, por jo që edhe partitë e tjera nuk po kalojnë për kriza prapërsisht të ngjashme, por vetëm që kamuflimin e situatave kanë më të mirë se sa LDK-ja. Abligjiku mbijetoi, çfarë do thotë kjo për LDK-n apo dhe për skenën politike? Po së pari një herë për LDK-n. Për LDK-n do të thotë që e kanë një kryetar, do të shkojnë deri në fund të mandatit me këtë kryetar, nuk do të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme më brenda LDK-s, se është në të mirën e LDK-s apo në të keqen do ta tregojë koha. Abligjiku, mos harrojmë që periudhën kur Abligjiku mori LDK-n, LDK-ja kishte ramjen më të madhe dhe në vitin 2025, përkatësisht në shkurt të vitit 2025, arriti ta rrisë rezultatin për rreth 5-6%, nëse nuk gaboj në atë kohë, që nuk duhet të jem gabim me shifrat, por që frika në raport me politikën e brendshme të LDK-s, mosguximi i afrimit me Lëvizjen Vetëvendosje në atë periudhë e bëri Lidhjen Demokratike të goditej pak më shumë si nga PDK-ja ashtu edhe nga Lëvizja Vetëvendosje, gjë që i kushtoi me zgjedhjet e 28 dhjetorit. Nuk besoj që Abligjiku tash do ta bëjë gabimin e njëjtin, por besoj që Abligjiku do të ofrohet në një bashkëpunim me Lëvizjen Vetëvendosje dhe kjo do të jetë ndoshta shpëtimi i tij politik brenda LDK-s.
Ju Sa i kuptoj. përket Po? pyetjes tjetër, unë Jo, besoj përpara se të shkoj që aty ndjes pa dashur t'ju ndërpres, Vjosa Osmani, ndalim pak tek ish presidenti dhe ky personazh, e ka uruar Abdi Xhikun dhe ka thënë që kjo në një farë mënyrë nuk është një fitore si të tjerat. Pak a shumë çfarë do të thotë dhe cili është roli i Vjosa Osmanit. Nuk di qoftë në kuvendin e jashtëzakonshëm mund të ketë pasur apo jo ndonjë ndikim dhe më pas pak a shumë çfarë pretendon zonja Osmani. sa i përket ndikimit zonës Osmani, unë kam vazhdu ta them që nga momenti kur vetëm se i përfundoi mandati si presidente, ajo do të jetë person me ndikim parapart me zero në skenën politike kosovare, përkatësisht edhe brenda LDK-s. Atë dëshmoj. Ndikim 000 fare? Mos themi minus, po deri te zero ja Deri te shkon. zero. Po pse kështu? Pse mendon kështu ose e ke parashikuar kështu? Kryesuesja e listës së LDK-s. Për shkak që lëvizjet e cilat zonja Osmani i bëri në fund mandatit dhe gjatë procesit zgjedhor ishin të gabueshme, nuk mund të jesh aq e ashpër dhe ta sulmosh një person ose një individ me të cilin ti ke rrugtu 4 ose 5 vjet bashkë politikisht. Pra, duke dash ta qet shumë keq zotin Kurti në opinionin publik, arriti që ta dëmtoj veten e vet. Dhe kjo e bëri zonin Osmani një farforme si të padëshiruar në një pjesë të madhe të popullit, të cilët ndoshta e kishin edhe shpresën të zonja Osmani që mund të ishte kundër kandidatja e zotit Kurti. Pse unë kam thënë në të gjitha mediat ku kam qenë aktiv, zonja Osmani nuk mund të jetë kundër kandidatin ndaj zotit Kurti, sepse të gjitha pozitat shtetërore të cilat i ka pas zonja Osmani kanë ardhur në saj të bashkëpunimit me zotin Kurti. Pra, asnjëherë nuk ka pas pozitë shtetërore pa bashkëpunimin mes lëvizjes vetëvendosje dhe LDK-s. Dhe në këtë situatë, pra prej kësaj situate buron edhe kjo themi ndikimi i madh politik i zonjës Osmani. Patjetër që do ta uronte zotin Abdi Xhiku, sepse me zotin Abdi Xhiku filloi rrugtimin e përbashkët. Unë vazhdoj të jem i bindur që kjo treshja Kurti, Abdi Xhiku dhe Osmani do t'i krijojnë institucionet e ardhshme, ku zoti Abdi Xhiku besoj tashmë me këtë situatë do të jetë edhe presidenti i ardhshëm i Republikës Kosovës dhe zonja Osmani ose do të jetë ministre e jashtme ose kryeparlamentare përsëri. Okej, këtu dua të ndalem pak, le të themi edhe me 1-2 detaje, megjithëse ju në një farë mënyre na dhat lajmin apo edhe idenë tuaj. Abdi Xhiku konfirmohet kryetar i LDK-s dhe menjëherë është bërë me dije që do të rinisë diskutimi dialogu me vetëvendosjen. Pak a shumë në një farë mënyrë i shohni fakt të kryer që do të bëhet koalicion dhe thoni që edhe në një farë mënyrë ndajnë postet për Vjosa Osmani, ministre e punëve të jashtme, Abdi Xhiku president. Nuk di ku vendin kush mund të drejtoj dhe çfarë mund të marrë tjetër LDK-ja. Shiko, nuk jam person që besoj nga burime, por që këto ditë kam taku disa deputet të zgjedhur të lëvizjes vetëvendosje, kam pi kafe me ta dhe kam pas diskutim. Janë shumë optimist për një zgjedhje brenda periudhës të shkurtër kohore, por që unë nuk i besoj kësaj, e di që ne përsëri do të shkojmë në zgjedhje, sepse për zotin Kurti dhe zotin Abdi Xhiku e zonin Osmani është e rëndësishme që t'i kenë numrat për zgjedhjen e presidentit. Këta nuk i kanë këto numra. Ta patjetër që do ta bëjnë tash një bashkëpunim dhe një koalicion. Ky koalicion do të jetë vetëm nismë e një koalicioni para zgjedhor të dhjetorit dhe unë besoj që sipas themi kushtetutës dhe rregullimit kushtetues, zgjedhjet do të mbahen diku nga mesi i dhjetorit, pra fateve kushtetuese, dhe nuk besoj që deri në atë pikë lëvizja vetëvendosur dhe LDK-ja do të kenë guximin të dalin në garë të vetme, sepse mos harrojmë, po shpresojmë që krerët e ushtrisë levimtare të Kosovës do të kthehen nga Haga dhe po inkuadruan ose nuk inkuadruan politikisht në Kosovë, ata do ta kenë ndikim tek Partia Demokratike e Kosovës dhe kjo do t'i bëj bashkë LDK-n dhe LVV-n në një koalicion para zgjedhor dhe besoj që aty do t'i arrijnë numrat
e duhur për të zgjedhur presidentin, kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit. Pra, çka do që ndodh tash është vetëm hapi i parë i një bashkëpunimi që do të përfundojë në dhjetor. Bashkëpunimi, po e them, afat gjatë dhe këto rezultate dalë nga zgjedhjet e fillim qershorit, në një farë mënyrë me këtë analizë nuk është se do mundën të krijojnë gjitha institucionet, ose mund të votë bestohet edhe qeveria, por tek çështja e presidentit nuk janë numrat dhe do të ngjesë gjithçka. Koalicion më pas edhe para zgjedhor vetëvendosje LDK dhe ndoshta në zgjedhjet e dhjetorit mund të jenë numrat. Po edhe aty nëse rikthehen ish liderët e UÇK-s nga Haga, nga zhona apo jonë politik, prap mund të jetë një skenar tjetër. Kështu që gjithmonë në zgjedhje Vistar, Kosova dhe në një farë mënyrë me paqartësi apo me shumë dilema. Shiko, pse jam i bindur që në zgjedhjet e ardhshme në dhjetor, nëse do të mbaheshin, pra nëse nuk do të kemi një befasi në këtë situatë tashmë, edhe pse nga një deputet i zgjedhur i LDK-s që është krah në zoti Tabligjiko ka marrë informacion që kanë siguru ose kanë mbështetjen e aleancës nëse LDK-ja dhe vendosja kërkojnë votat për president. Gjë të cilën unë nuk e besoj dhe jam shumë skeptik asaj, por se mendoj që në zgjedhjet e dhjetorit do të triumfonte koalicioni lëvizjeve të vendosje LDK kundrejt të gjithë të tjerëve, është për shkak të polarizimit politik që ekziston në Kosovë. Grupi i cili dje votoi pro Lumir Abdigjikut është grupi anti-PDK në lidhjen demokratike të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje njihet si anti-PDK. Dhe ke marrë parasysh komentet e njerëzve në rrjetet sociale dhe unë këtu filloj analizën. E shoh orientimin qytetar dhe votën qytetare. Dhe nëse mbahen zgjedhjet në dhjetor, mos harrojmë që një grup i madh i qytetarëve ose mërgjimtar të cilët jetojnë jashtë Kosovës, e kuptoj. Nuk kanë simpati të madhe as për PDK-n, po as për krejt e UÇK-s, për flas Hashim Thaçi Kadrivesil në aspektin politik, jo në aspektin çlirimtar. Dhe në këtë situatë do të jetë mobilizimi shumë më i madh i lidhjes demokratike të Kosovës dhe lëvizjes vetëvendosje kundrejt këtyre individëve dhe në farë forme këtu do të bëhet pastaj diferenca. Po e përsëris, politika ditë na befasoi, kështu që edhe tashmë duhet jemi sy hapur dhe të shohim çfarë po ndodh me këtë situatën e tanishme. E kuptoj. Një koalicion i LDK vetëvendosje do t'i bënte mirë Kosovës, sepse pas një qeverisje 4 vjeçare ose 5 vjeçare tashmë të vetëvendosjes. E kuptoj. Do e vetme në pushtet ka tregu që patjetër duhet një ndryshim i madh në këtë situatë. Ju kuptova shumë qartë, Vistar, faleminderit, ishte kënaqësi, uroj ditë të mbarë dhe miru të gjofshëm. Faleminderit shumë, kaloni mirë.